Ginekologja shqiptare tregon se sa herë në javë duhet të kryeni marrëdhënie të bëheni 100 vjeç. Ginekologja tregon benefitet pse gruaja duhet të kryejë marrëdhënie seksuale me bashkëshortin. Ajo ka thënë se femrat që kryejnë marrëdhënie ka më pak dhimbje koke, kanë një gjumë më të qetë. Ato janë më të buzëqeshura dhe më të lumtura. Çdo gjë pas raportit intim është e këndshme për të dyja palët. Ginekologja ka thënë se një çift duhet të ketë një marrëdhënie 3 deri 4 herë në javë dhe kjo është një marrëdhënie normale. Një çift që ka këtë marrëdhënie, jeta e tyre do të jetë më e qetë dhe më e lumtur. Sa shpesh duhet të kryejnë çiftet marrëdhënie seksuale? Jack Maddock, një ekspert nga Australia, thotë se idealja është të bëni seks 2 deri 3 herë në javë, sepse ofron përfitime mendore dhe fizike. Ka shumë prova shkencore. Është vërtetuar në studime se është shumë mirë që të kryen marrëdhënie seksuale 2 deri 3 herë në javë. Është mirë për shëndetin mendor, është i mirë për shëndetin e tyre fizik dhe është i mirë për trupin e tyre, tha Jack në një video që ai ngarkoi në TikTok. Një studim tjetër zbuloi se çiftet e martuara bëjnë seks 51 herë në vit ose rreth 1 herë në javë, por të tjerë argumentojnë se nuk ka numër magjik kur bëhet fjalë se sa shpesh duhet të kryeni marrëdhënie. Seksologu Ishak McKimu tha se numri ndryshon në varësi të rrethanave. Nuk ka kohë të përcaktojmë për këtë dhe është krejtësisht normale që 2 partnerë të kenë mendime të ndryshme se sa shpesh duam të bëjmë seks. Tha duke shtuar, ajo që është e rëndësishme është që çiftet të punojnë së bashku për të gjetur kënaqësi seksuale që funksionon për të dy.